Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë të lusim së bashku mbrëmsorën. Sot është e mërkurë dhe jemi në javën e 11 gjatë vitit liturgjik, psalmet I marrim nga java 3 e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Hyj I gjithë shenjtë I qiellit, që të ndritshme në qendër të rruzullit, hije shon me shkëlqim zjarri, stolis duke I shtuar dritat. Të katërt të ndit të vendose, diskun e zjarë të diellit, e jep rendit të hënës, kthimet shëtitës e tyjeve. Që netëve a ditës, tu jepje kufi ndarjeje, e në fillime të muajve, shenjën tepër të njohur. Ndriqo zemrën e njerëzve, fshin ndyrësit e mendjeve, zgjidhi prangat e fajeve, shkulli lidhet e krimeve. Bëj o atë tër I drejti, dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues për gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Ai që mbjell me lot, do të korrë me gëzim. Psalmi 126. O Zot, gëzimi dhe shpresa jon. Kur Zoti I ktheu robrit e Sionit, na dukej si të ishim në ëndër, atëherë goja na umbush me gaz, e gjuha jon ia thoshte këngës së gëzimit. Asoherë thuaj ndër pagan, Zoti bëri për ta punë të mëdha. Vërtet Zoti bëri për ne mrekulli, e zemrat na umbushën me gëzim. Kthej o Zot robrit tan, por si përrejnët e mesditës, ata që mbjellin me lot, dehle të korrin me gëzim. Në të shkuar ecnin e qanin, duke mbartur faren për ta mbjell, kurse në kthim do të vinë plot gëzim, duke mbartur dorëzat e veta. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Ai që mbjell me lot, do të korrë me gëzim. Antifona e dytë. Ndërtoje o Zot shtëpinë tonë, ruaje qytetin tënd. Psalmi 127. Çdo përpjekje është e kotë pa ndihmën e Zotit. Nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë, kot mundohen ata që e ndërtojnë. Nëse Zoti nuk e ruan qytetin, kot rizgjuar ai që e ruan. Kot e keni të qoheni paradite, dhe vonë të shkoni në pushim. Ju që hani bukën e mundit, të dashurve të vet u jep edhe në gjumë. Ja, bitë janë dhuratë e Zotit, fryti I barkut është shpërblimi I tij, por si shigjetat në dorën e trimit, të tillë janë djemt e rinisë. Luma I burr që e mbushi kukurrën me të tillë, s'do të turpërohet kur të fjaloset me armiq në log. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Ndërtoje o Zot shtëpinë tonë, ruaje qytetin tënd. Antifona e tretë. I lindur para çdo krijese, Krishti është mbreti I gjithësisë. Kënga krahaso letrën drejtuar Kolosianëve kapitulli I parë. E falenderojmë hyjin, Atin e Zotit ton Jezu Krishtit, sepse na bëri të aftë të kemi pjesë. në trashëgimin e shejtërve në dritë, Ai na nxori nga pushteti I errësirës, dhe na kaloi në mbretërinë e birit të vet të dashur, në të cilin kemi shpërblimin. faljen e mëkateve, Ai është shëmbëllesa e hyjit të papashëm. I paralinduri para çdo krijese, Ai është para çdo gjëje. dhe çdo gjë qëndron në të, Gjithçka u krijuar në për të dhe për të. në qiell e në dhe. Çka shihet e çka nuk shihet. Ai është kryet e trupit kishës, Ai është fillimi, I paralinduri ndër të vdekurit, që të jetë në gjithçka I pari, sepse hyjit I pëlqeu të banojnë në të e tërë plotësia. dhe me anë të tij gjithçka të pajtohet me të. Në saje të gjakut të kryqit të tij, hyi vendosi paqen me krijesat e veta. Qoftë në tokë, qoftë në qiell.
lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. I lindur para çdo krijese, Krishti është mbret i gjithësisë. Leximi i shkurtër marrë nga letra e Paulit drejtuar Efesianëve kapitulli 3. Ati që në saj të fuqisë që vepron në ne, mund të bëjë shumë më tepër se ne, mund të kërkojmë ose edhe mund të mendojmë. Ati qoftë lavdia në Kish e në Jezu Krishtin, në të gjithë breznitë e jetës së jetëve. Amen. O Zot, shpëtimi im, ki mëshirë për mua. O Zot, shpëtimi im, ki mëshirë për mua. Mos më braktis me mëkatarët. Ki mëshirë për mua. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. O Zot, shpëtimi im, ki mëshirë për mua. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithëposhtetshëm, i shenjtë është emri i tij. Kënga Virgjës së Lumë sipas Lukës Ungjilltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brohorit hyit, shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vetë për vuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyji i gjithëposhtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, i rrëzoj princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi i duarthat, i ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij namshim, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithëposhtetshëm, i shenjtë është emri i tij. Lutjet e besimtarve. Ti lutemi hyjita që e dërgoj birin e vet për ta shëlbuar popullin e tij dhe përvojtrisht i brohorasim. Lavdia jote, o Zot, le të jetë në popullin tënd. Të falenderojmë o atë që na zgjodhe që prej amshimit që të jemi pjesëtar në mbretërinë tënde. Dhe na thirr të trashëgojmë lavdinë e Zotit ton Jezu Krishtit. Lavdia jote, Te, o Zot, le të jetë në popullin tënd. Bëj që të gjithë ata që dëshirojnë emrin tënd të shenjtë të bashkohen në të vetmen të vërtetë. Dhe të ndizen me dashurinë tënde. Lavdia jote, o Zot, le të jetë në popullin tënd. Krijuesi botës, biri yt deshi të punoj me duart e veta në Nazaret. Le të bie në mend të gjithë ata që me djerë fitojnë bukën e përditshme. Lavdia jote, o Zot, le të jetë në popullin tënd. Bekoj ata që i janë kushtuar shërbimit të vëllezërve. Që të mos i lëshoj zemra për shkak të moskuptimeve. Lavdia jote, o Zot, le të jetë në popullin tënd. Tregoje mëshirën tënde ndaj vëllezërve tanë të ndjerë. Pranoj në paqen tënde. Lavdia jote, o Zot, le të jetë në popullin tënd. Ati ynë që je në qiell, u shetroft emrët, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj, burimi çdo të mire, na frymëzo me mendime të drejta dhe na ndihmo t'i vëmë në veprim, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron, në bashkim me shpirtin shenjtë hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen.